Në prag të sfidës me Dinamon, Edi Martini vendosi të rikthehet në konferencat për shtyp me gazetarët, në një konferencë që këtë radhë nuk ishte zakonshme. Trajneri kuqebluve vendosi ta nisë duke folur më konkretisht për sfidën me Egnatian dhe Dinamon, ku trajnerët janë respektivisht Edlir Tetova dhe Ilir Daja, për të cilët Martini nuk kurseu thumbimet. Kam qef ndaj larg, por ka momente që duhet jem, sepse janë disa situata që nuk më pëlqejnë për i kolegëve të mi trajnera, sepse e shoh që në çdo neshje ose çdo pas neshje sulmojnë arbitrat, sulmojnë egër. Njëri thotë ti s'do të arbitrosh mua, tjetri thotë kamera, tjetri, domethënë është një presion që bëhet arbitrave në maksimum. Unë jam në shku me kartel të kuqe për kur gjo, në ishën e partë kampionatit, kurse shoh që këto trajnera që bërtasin, shajnë, mundën me bëjë gjithçka, nuk po dënohen, nuk më marrin kartelat kuqe, edhe me fjalë që thojnë mas intervistave. Kështu që ka raste kur duhet kuptojnë që edhe Shkodra ka zot. Po e kam fjalën edhe në ishën e fundit me Egnatin, edhe nuk e kuptoj, gjyqtarët e FIFA-s duhet të kenë autoriteti çik më tepër, sepse të shohësh nga fillimi deri në fund, siç ishte rasti Aleksi që shohët e pafundit dhe arbitrat, po edhe në pushimin e ndeshjes që bënin presion te arbitrat, apo edhe mas ndeshjes, nuk më pëlqejnë, duhet të kenë më autoritet, sepse mandej acarohet, agravohet situata dhe nuk është mirë për futbollin shqiptar. Në përballjen e të shtunës pas dreke në Loro Boriçi me Dinamon, Martini thotë se lojtarët e tij zbresin në fushë për fitore dhe 3 pikë, shumë të rëndësishme për këtë ecuri të kampionatit dhe objektiva që ka Vllaznia. Normal që është një sfidë shumë e vështirë. Dinamo ka një ekip të mirë, një ekip që pretendon, por e shoh që janë tremën, si Egnati, si Dinamo, mënyra se si ato komunikojnë mas neshjeve, në intervistat, konferencat për shtyp janë shumë tremën, sepse e din që ne jena këtu, edhe jena më të mirë se ato. Po nuk do të jetë Bismarku, nuk do të jetë Drosi, pjesa tjetër është okay. Normalisht me gjendjen e tyre që se kanë të mirë, sepse edhe Çato edhe Murata i kanë pak që janë bashku me grupin. Pjesa tjetër janë në rregull. Pres një ndeshje shumë të egër. Pres një ndeshje që ta harrojnë atë që mendojnë që në Shkodër vihet sepse luhet futboll i hapt, të duar troket publiku, ta harrojnë nesër që mund të gjejnë një atmosferë tillë, sepse kjo është një fushë që kam 11 gladiator në fushë që jena gati me prit gjithkën. Momentalisht kemi mbyll fazën e parë në vend të parë. Ka filluar faza e dytë. Kemi luajtur në Rogozhin, kemi 2 pikë minus. Ndeshjen e dytë të fazës parë kemi humbur me Dinamon. Kështu që shpresoj që ndeshja e dytë e fazës dytë na gjen me pikë më shumë se faza e parë. Rrugtimi i kampionatit është i gjatë dhe Edi Martini, lidhur me merkaton e janarit, thotë se është ende herët për të folur, por nuk përjashton mundësitë që në formacion të ketë ndryshime, por gjithçka do të varet nga ajo që lojtarët do t'japin në fushë. Për mua ton ekipi im është big, nuk kam në lojtar që s'është. Unë mendoj që deri në janar kemi kohën e duhur, ne do të vazhdojmë të shohim ndeshjet njëra mas tjetrës, sepse janari vjen shpejt, normalisht nëse do kemi në vend me riparu, do ta riparojmë, siç mund të largojmë në një që nuk është aty ku duhet. Ndeshja mes Vllaznisë dhe Dinamos luhet në Loro Boriçi të shtunën prej orës 17, ku shkodranët hynë me objektiv fitoren për të mbajtur kreun e klasifikimit.